Që them të drejtën, kompjuterin e kam njohur pak e heq. Bile kam pas një farë lloj drëve, një farë lloj frikën nga kompjuteri se s'kam ditë me punë. Mundem me thënë për veti që asgjë s'kam ditë. Në më thonë as me kyç kompjuterin. Çka do që bëjmë, nga do që sidhemi, çka do që prekim, krejt ka të bëjmë me botën e teknologjisë informative. Përpara nuk kam ditë me punu në kompjuter. Tash kam përfituar një dhuri të reja. Për shembull, Wordi është i patjetërsueshëm për gjithë kënd. Pastaj PowerPoint është shumë i mirë për prezantime, edhe aksesi ishte shumë i mirë gjithë. Nëpërmjet projektoret kanë mundësi me po të gjithë nxënësat për një herë. Vend se të shiqojnë në mikroskop, secili me radhë kanë mundësi me po të gjithë për një herë. Janë programe të vlefshme që vyjnë, domethënë. Trajnimi me modullet e ICDL-it është njëri nga trajnimet i cili ka pas një efekt apo një efektshmëri shumë të madhe në ngritjen e mësimdhënies në procesin mësimor që zhvillohet si në komunën tonë ashtu edhe më gjatë. Kur e them këtë, kam parasysh se mësimdhënësit pas përfundimit të 7 modullave të ICDL-it janë në gjendje, respektivisht janë të aftë që ta përdorin teknologjinë informative qoftë në vendet e punës apo ta përdorin në shtëpi për nevojat e procesit mësimor. Mas pari kisha me falenderu Ministrinë e Arsimit e cila organizoi këtë kurs sepse vërtet është mas e i nevojshëm për ne arsimtarët, sidomos ne të moshës pak më të vjetër, të cilët ndoshta kur nuk do të hynim në kompjuter me punu me te, mirë po me këte edhe neve na aktivizun, na angazhun, dhe është shumë një kurs shumë i mirë, shumë i vlefshëm. Tash kam fillu bukur shumë të një kompjuterin dhe me padurim pres të hynë kompjuter, fal AUK-it që më ka mundësu me arë këtu me mësu, fal profesorit, instruktorit apo trajnerit Bashkim Tahirit që ka qenë i mrekullueshëm. Mund vinë shpreh edhe modullet tjera, si që është PowerPoint-i, ku mund të përgatitet mësimi, të prezentohet para nxënësve më mirë. Përveç njohurive që marrim ne këtu, e kemi librin, i cili vërtet është një libër shumë i mirë, i punum, shumë i qartë. I kemi testet diagnostifikuese, të cilat shërbejnë edhe më vonë, kur t'i kryjmë, kur dojmë punu, shërbemi me to dhe nuk ka me pas kurrë problemi. Edhe të filmis okej. Unë për vete kam punu si mësimdhënëse, profesoresh, atër kam fillu ICDL-in, ku më pas kam punu edhe më ka shërby, kam punu në bibliotek për 2 muaj, edhe aty kam bo një sistemim, kam kriju database, kam bo një sistemim shumë të mirë të librave. Mund të shfrytëzojnë edhe arsimtarët e lëndëve tjera apo mësimdhënës të klase, edhe në lëndë tjera, jo vetëm në informatikë. Edhe në gjuhë mund të bëjnë një kërkim, për shembull kanë letërsi, një autor, vepra, autobiografia ati mund ta shfrytëzojnë. Të falenderu ministrisë që kanë mundësu këtë trajnim, unë jam tepër e kënaqur pse kam arritur spaku prej asaj që asgjë s'kam ditë, të di disa gjëra shumë a tepër. Do të thosha një gjë që është besoj aktuale për ne gjithë dhe njohur që teknologjia informative është teknologji e shekullit 21. Dhe nëse ne duam të flasim për cilësinë mësimore të cilën e kemi bërë si fokus të veçantë ose e kemi goditur si tillë në mandatin në cilin unë jam ministër, atëherë është e pamundur të realizohet cilësi mësimore pa e pasur parasysh dhe pa pasur njohuri të teknologjisë informative. Andaj kjo gjë është e domosdoshme për ta pasur si njohuri dhe si shkallësi për të realizuar atë. Edhe ne si drejtori komunale Zbasku me stafin tonë, po edhe drejtoritë e shkollës dhe mësimdhënësit e kanë pa, domethënë dobin
përfituese nga ky projekt edhe pikërisht për këtë arsye edhe është mirëprit edhe në nivel drejtorisë, është mirëprit edhe për pjesës dërmuese të mësimdhënësve të cilët kanë marrë pjesë në këtë trajnim. Fillimisht tregoj që domethënë nga Komuna e Prishtinës të inkuadruar në këtë program drejt pas drejti në trajnim kanë qenë 1855 mësimdhënës dhe prej tyre domethënë janë certifikuar në module të ndryshme pjesa dërmuese prej tyre, gjithsej 870 dhe pritet që edhe të tjerë të certifikohen. Të gjitha shkollat janë pajisën abiles paku me një kompjuter, kemi disa shkollat që kanë edhe kabinete informatikës, kemi shkollat që kanë laptop edhe kanë projektor, por jo të gjitha shkollat në masën sa ka mundësi që të shfrytëzohen edhe prej nxënësve. Ne si drejtori komunale po bëjmë përpjekje që edhe nëpërmes donacioneve të ndryshme faktikisht të mundohemi që në një farë forme të bëjmë siç e quajmë ne digitalizimin e shkollave tona. Unë jam e mendimit që spari duhet më pregatit mësimdhënësit, gjithsesht stafin me pas të pregatitur në mënyrë teknologjike, pastaj kalojmë në fazën e digitalizimit, sepse ka ndodhur edhe e kundërta. Ka pas shumë shkolla të cilat janë pajis me teknologji informative, mirë por në ka pas kuadro të cilat kanë punu ose ishin dashur me punu me atë teknologji dhe ka ardhur deri te prishja e asaj teknologjie. Andaj unë jam idhëtarja asaj që spari ta përgatisim stafin e mandej të fillojmë me digitalizim. Gjithsesi, unë jam ajo që mendoj që na nuk kemi për një ditë me thonë sot, nesër do ta bëjmë digitalizimin dhe do të jetë çdo shkollë e pajisur me kompjuter. Jo, ajo shkon shkallë. Spari unë dua ta që më shumë një punë shumë të shkëlqyer të AUK-ut, i cili ka zgjedhur vërtet trajner të cilët me përkushtim të madh dhe angazhim të madh kanë treguar një profesionalizëm të vërtet në ndihmë mësimdhënësve në përvetësimin e këtyre programeve. Dhe kur krejt këtë e kanë pa mësimdhënësit, atëherë kanë qenë të inkurajuar edhe të tjerët, kështu që fatkeqësisht vetëm një grup i parë prej 115 vetëve parafarsisht kanë arritë që të kyqen në fazën e parë. Ne dëshirojmë që në këtë projekt të kyqen të gjithë mësimdhënësit, sepse kjo, siç thash më parë, është një domosdoshmëri e kohës dhe mënyra e të shpjeguarit i te kalon më mundësit në mënyrën klasike, po duhet t'i qasim kësaj bashkëkohore, të cilën vërtet AUK po zbaton me përgjegjësi shumë të madhe. Teknologjia informative është shkrim leximi i shekullit 21. Andaj një mësimdhënës i certifikuar me ICDL ofron dëshminë e nevojshme se ai është i gatshëm që të transmetoj njohuritë që nevojiten për këtë shekull tek nxënësit kosovar. ICDL ka fillu prej nëntorit vitit 2009, respektivisht prej fillimit vitit 2010 dhe deri më tash në komunën tonë 90% të mësimdhënësve e kanë kalu këtë trajnim. 90%. Na ka met edhe një numër i vogël që shpresoj edhe ata kanë më u përfshi dhe unë propozoj që trajnimi i ICDL-it mos të përfundon, mos ta ketë fillimin dhe fundin e vet, sepse ky është një proces në vazhdimsi. Do të thonë është proces. Pësem edhe unë, asgjë s'kom ditë, thash, prej zero s'kom fillu, as s'kom ditë me kyç kompjuterin. Kur është kry kursi, do me thonë trajnimi, atëve që kom di vetën tjetër njerë. Shumat dishme, ma e plotësume për vend punës, për cilësi të mësimit. Universiteti Amerikan në Kosovë mbetet i përkushtuar që të përkra zhvillimin modern të arsimit në Kosovë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës ka ndërmarrë një hap shumë të guximshëm. Dhe Universiteti Amerikan në Kosovë është i gatshëm që të trajnojë të gjithë mësimdhënësit para universitar, krahas nevojave të ministrisë. Dhe për aq sa është përmbushja e misionit dhe qëllimit tonë, për aq është edhe nder dhe privilegj i veçantë që t'i ndihmojmë ministrisë në këtë drejtim. Unë kisha një porosi për gjithë arsimtarët mësues të gjitha niveleve që me që TI-ja ose teknologjia informative është teknologji e shekullit 21, të mësojnë në nivelin më të lartë të mundshëm për të përgatitur që mësimet e tyre të japin më mirë për ata të cilët i presin këto mësime dhe ju them që është domosdoja për të realizuar këtë për të qenë të suksesshëm ashtu siç dëshirojnë ata dhe siç dëshirojmë gjithë ne.